Dhe kush është hero dhe kush është tradhtar, e ka dëshmu koha, po e dëshmon sot koha dhe ka me dëshmu nesër prap koha. Po mos të ishin ata burra që nuk i kemi mesin ton, presidentin, kryetarin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin, të gjithë ne sot nuk do kishim këtë mundësi që të bashkëbisedoni. Por pju thuj njëni, po bashkëpunoni me Serbinë. Ka qëmë kjo gjuhë? Kjo është problemi, kjo gjuhë është një gjuhë urrëties, kjo gjuhë, historia nuk rikthehet, historia nuk shkruhet dy herë, historinë e ka shkru për shtetin e Kosovës dhe pavarësinë e shtetit të Kosovës, Hashim Thaçi dhe nuk gjbohet mu. Dhe më thonë, në shkojnë ka në këtë kuptim në polarizime apo në gjuhë të urrëties, sa të donë. Nuk rikthehet historia e Kosovës. Është një Hashim Thaç i cili e ka shpallë shtetin e Kosovës të pavarur, është një legislaturë e Parlamentit të Kosovës e cila ka vu në nënshkrimin në deklaratën e pavarësisë Kosovës dhe ajo nuk ndrohet. Nuk ka mundësi me pas nënshkrimet e personave të cilët kanë dëshirë me rishkruaj historinë. Kjo është më e rëndë për shkak se po i lëndojnë dhe po i ofendojnë edhe tram tonë, edhe fëmijët tonë që janë vrarë, edhe nanat, motrat, vëllezërit, baballarët tonë ofendohen direkt apo indirekt në këtë formë. Dhe ky popull shpresoj dhe mendoj që duhet ta kuptoj njëherë për gjithmonë që mos ishin ata burra, mos ishin të ramtë tanë, e të zhdukurit tanë, ne nuk e kishim lirinë sot. Dhe unë nuk e kuptoj ç'është mundesh me i thonë dikujt atratar kur ai është dalë para plumit, është dalë kundër shtetit të Serbisë, që vërtet të fitojmë lirinë shekullore. Janë një masë e vogël e njerëzve vërtet të cilët e përkrahin, mirë po tek kjo pjesë çka po ndodh dhe ofendimet që po ndodhin, unë po e shoh si që quajmë në gjuhën popullore shkelmi i fundit i politikës, domethënë nuk kanë më fakte, argumente, nuk kanë asnjë gjë që i ofrojnë qytetarit. Dhe qysh mendojnë ta me fitu prap, mendojnë duke e shantazhu ose ofendu personin përballë, politikanin apo partinë përballë që kanë, e cila ka një program, e cila ka një vizion. Unë personalisht, nëse mendimin tim personal e tham, është që unë e lexoj Zotri Kurtin komplet ndryshe. Unë e lexoj Zotri Kurtin që vërtet ai është duke kërkuar shpëtim. Ai është duke thonë popullit me nxjerr nga kjo katrahur ku ka ai është fut, dhe ai është ka kërkon shpëtimin përmes votës të popullit. I bie që nëse populli, qytetarët e Kosovës nuk e votojnë Albin Kurtin, atëherë ai pështon nga katrahura ku është vetë fut. Si të kërkoj shpëtim, ajo është ngarë në zgjedhje? Kërkim shpëtimi, ajo është ngarë në zgjedhje, por nëse nalesh dhe analizon çka i ka bëu këtij vendi që 5 vjet, nalesh analizon programin e tina që ka pas paraprakisht në zgjedhjet nacionale, nuk ka asnjë pik programi, asnjë lloj programi, nuk i ofron qytetarit asnjë sen, duke marrë parasysh edhe aferat korruptive pe më të ndryshme, padoshme u thellu në një ka një, aferat më të ndryshme, do i marr ofendimet këto fotografitë që ndodhin për shembull, apo të gjitha gjonat që ai i ban aktualisht, të dhonë me kuptu që është zi e mazi të bo, me kuptu qytetari që mos u vota. Dhe unë mendoj, mendimi ime, Albin Kurti përmes kësaj politike është duke e kërkuar shpëtimin e vet. Vetëm nëse qytetari nuk e voton Albin Kurtin, po e potencoj, nëse nuk e voton e pështojnë. Përndryshe, ai edhe mazi ka me fut në këtë trahur, por nuk ka mundësi me dalë. Për shkak se e ka hap, si themi, e ka hap grupën vetës në gjuhën popullore.